Bllokohet aksi rrugor hyrje e Kavajës kthesa e fabrikës Tetrës, të gjithë drejtuesit e automjeteve që duan të futen në qytet duhet të përdorin hyrje dytësore nga autostrada pasi hyrja nga ana veriore është e pakalueshme. Shkak për këtë devijim qarkullimi të automjeteve është bërë vazhdimi punimeve për hapjen e kanaleve mes për mes dy kursive rrugore. Në fakt nuk kishte paralajmëruar bllokimi i këtij aksi dhe pjesa dominuese e shoferëve që nuk e njohin mirë zonën, nuk e dinin se nga duhet kalonin për të hyrë në Kavaj. Bllokohet aksi rrugor hyrje Kavaj kthesa e fabrikës së Letrës. Të gjithë drejtuesit e automjeteve që duan të futen në qytetin ton duhet të përdorin hyrje dytësore nga autostrada, pasi hyrja nga ana veriore është e pakalueshme. Shkak për këtë devijim të qarkullimit të automjeteve është bërë vazhdimi punimeve për hapjen e kanaleve mes përmes dy korsive rrugore. Në fakt nuk ishte paralajmëruar bllokimi i këtij aksi dhe pjesa dominuese e shoferëve që nuk e njohin mirë zonën, nuk e dinë se nga duhet të kalonin për të futur në qytet. Pasi përgjatë autostradës ka disa hyrje për në Kavaj, por në asnjërin prej tyre nuk është vendosur ndonjë tabelë orientuese. Për efekt të përshpejtimit të punimeve në rikonstruksionin dhe zgjerimin e rrugës hyrse, janë marrë masat për bllokimin e rrugës nga të dyja krahët në mënyrë që të shmanget trafiku i rënduar, që pasohet me vonesa në punime. Megjithse nuk ishte bërë i njohur vendimi i bllokimit të rrugës, përsëri nuk ka sjellë ndonjë konfuzion të tepruar, pasi nisur nga të mirat që sjell ndërtimi një ditë më parë i aksit rrugor hyrës, devijimi i qarkullimit është mirë kuptuar. Punimet në këtë segment rrugor që po rikonstruktohet tani po ecin mjaft mirë, qoftë me ritmet që kanë, qoftë edhe me cilësinë e punimeve. Ju vetë po shikoni, punohet në disa fronte, edhe në gjurmën e rrugës ekzistuese, edhe në pjesën e rrugës së re që korsisë së re që po bëhet, dhe shpresojmë që firma me ritmet që ka të realizojë grafikun që ka për dorëzimin e objektit para fatit bire në fillim të qershorit. Atëherë, vetëm menaxherja e firmës ka thënë që ka një lloj devijimi të shtyllave tensione që nuk ishin parashikuar në preventivin e bërë paraprak. Çfarë është bërë me këtë? Sepse ata thanë që kemi bërë dhe një kërkesë për ndryshim. Po këto janë punime që edhe hasen gjatë zbatimit të projekte, ka punime që nuk janë të parashikuara. Në këtë rast ka qenë spostimi i lijave elektrike, të cilët është miratuar edhe nga bashkia dhe nga drejtoria e përgjithshme e rrugëve, të cilët janë investitorët dhe janë kryer këto punime dhe punimet e tjera po vazhdojnë me ritme mjaft mira. Zhvendosja e shtyllave të tensionit ka qenë e vetmja vështirësi që ka hasur firma ndërtuese, pasi ajo nuk ishte llogaritur në projekt, por edhe kjo është zgjidhur me drejtorinë e përgjithshme të rrugëve, e cila ka pranuar kërkesë relacionin e dërguar nga firma dhe ka miratuar ndryshimin e kërkuar nga kjo e fundit. Nisur edhe nga lehtësia që krijon bllokimi i qarkullimit të automjeteve në rrugë, muaji maj do ta gjejë Kavajën me një aks rrugor të përfunduar dhe brenda parametrave të kërkuar.